Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, si ja ku po ritakohemi në kanalin Monitor TV, me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet më të fundit dhe sadopak të mundohemi të shuajmë kuriozitetin tuaj. Kur fillon Big Brother VIP Kosova? Cila është data? Kush do të jetë moderatori? A do të jetë Jonida Vokshi apo do të vi Luana Vjollca? A do të jetë Olti Curi, opinionist, a do të jetë Dalina Buzi, a do të jetë Valdrin Sahiti, a do të jetë Leonora Jakupi, apo Olta Gixhari, apo Milaim Zeka? Kush do të jenë banorët? Do me thënë është pyetësori më i madh virtual në përjetet sociale që adresohet jo më tek Klan Kosova dhe te Big Brother, por adresohet tek publiku mes njëri tjetrit. Si që duket, Olsa Muhameti është një producente që di të ngrit mirë kureshtjen e shqiptarëve. Do me thënë nuk zbulon asnjë gjë, nuk tregon asnjë detaj nga shtëpia, edhe pse shtëpia i ka ngjyrat më së shumti të fokusuar në të kuqe, në të verdh, në ngjyrë hyri, do me thënë janë ca ngjyra që kanë qenë të pranishme në shtëpinë e Big Brotherit. Në shumicën e pamjeve të shtëpisë së Big Brotherit është Art Motion që është sponsori kryesor, do me thënë një dhomë rrëfimi që është e thjesht, por që do tërheq një shpirt të bukur të publikut, do me thënë pritet të jetë me një koltuk të bukur të verdh edhe me një dizajn jashtëzakonisht fantastik, por mbi të gjitha nuk është se ka ndonjë ndryshim rrënjësor në shtëpi. Do me thënë është pothuajse e njëjta shtëpi, vetëm televizorat, tavolina e bukës, kuzhina dhe të shtuara disa ambiente pak më shumë që do të përdoren për realizimin e sfidave nga vllau i madh. Sa më shumë ambiente, aq më shumë sfidat mund të realizohen bukur brenda asaj shtëpie. Por kureshtja më e madhe është se më çfarë datë do të filloj Big Brother VIP Kosova. Nga burime jo zyrtare pranë televizionit Klan Kosova dhe Big Brother Production, do me thënë produksionit Big Brotherit, kemi arritur të kuptojmë që data kur do të startoj Big Brotheri pritet të jetë data 10 nëntor. Do me thënë as data 1, as data 7, por pritet të jetë data 10 nëntor. Me pa tjetër që Olsa dhe Alaudini do ta bënin këtë lëvizjen e datave për të arritur që publiku të shtohet sa më shumë kureshtja, sepse normalisht pritja me ankth sjellën një shikueshmëri të papar, sjellën një reklam të papar që në natën e parë. Tani, a do tjetë Dalina Buzi dhe Valdrin Sahiti opinionist? Me pa tjetër që ja. Besoj që Dalina do t'ishte ideale, unë e kam thënë gjithmonë, por nuk është opinioniste. Do me thënë besi mes Leonora Jakupit, Olti Curi nuk është, edhe Milaim Zekës apo Olta Gixharit, por duke e njohur Big Brother VIP Kosovën mund të kalon për masa edhe me ish banorë, opinionist mund të jenë edhe ish banorët. Të rejat më të fundit janë këto rreth Big Brotherit, por unë dua të marr mendimin tuaj. Si e prisni ju Big Brother VIP Kosovën?